20, Top 20, Top 20. 20 këngët më të mira të Krishterën. Çdo fundjavë në Radio Emanuel hitet më të mira të muzikës së Krishterë. Oh Lord, I need. Ndryshoj jetën. Top 20 Christian Songs. Dëgjoj muzikë. Jeto një jetë me frymëzim. Let love explode and bring the dead to life. Top 20 Christian Songs. Rikthehemi sërish në studio me njërën pas hapësirës së parë muzikore që startonte programin në ditën e sotme dhe në këto momente është bashkuar e ftuar për sot Nikoleta Kallço, mësuese pranë Kolegjit Preka. Përshëndetje, kënaqësi të jemi së bashku sot. Mirë gjeta Kela. Faleminderit ju për ftesën. Është gjithmonë kënaqësi të flasësh për librin, për letërsinë dhe gjithçka që ajo ofron, prandaj do të jetë një bisedë shumë e veçantë në ditën e sotme për të përcjell këtë emocion, këtë ndjeshmëri edhe tek gjithë ata që janë duke na ndjekur. Unë e përmenda edhe pak më parë që tetori ishte muaji i letërsisë dhe patjetër nëntori sjell atmosferën e panajrit librit. Prandaj në këtë periudhë të mbushur me libra dhe autor, si e përjetoni ju dashurinë për leximin dhe letërsinë, duke qenë se jeni dhe mësuese letërsie? Faleminderit që midis shumë njerëzve që duan edhe i shërbejnë letërsisë, siç jam unë në pozicionin e një mësuese, keni menduar që mund të jap disa mendime për letërsinë. Në fakt letërsia është pasioni im i madh, edhe e quaj veten të bekuar që mundem ta transmetoj edhe ta kem në përditshmërinë time për shkak të profesionit që un kam. E shoh si shumë të rëndësishme faktin që në një periudhë të vitit, siç mund të jetë tetori ose nëntori, panajri i librit për shembull, të kemi një ndërgjegjësim më të plotë për librin. Jo se gjatë vitit duhet na mungoj kjo kujdesje, po të paktën po ta shoh në institucionet arsimore të paktën, duket që muaji i librit gjallon më shumë aktivitete ose një lloj dëshire, një lloj ndërgjegjësimi që mësuesi e ka për gjatë gjithë vitit, për çfarë do lloj ore letërsie është si synim, por tentojmë të bëjmë aktivitete më mbreslanse, më jashtë ambienteve të shkollës, edhe besoj që ka një impakt, edhe kur i shikon, jo thjesht në institucionet ku punon, por edhe kur shikon që një shoqëri e tërë lëviz për librin, është shumë bukur. Tek panajri i librit, për shembull, shoh një dëshirë, një nevojë që jo thjesht i qasemi, ta blejmë librin, por edhe të kemi një sens matjeje me leximin, çfarë kemi bërë gjatë një viti. Mua më ndodh shpesh për shembull që në nëntor të bëj një reflektim çfarë kam bërë gjatë vitit, çfarë nuk e bëra mirë me leximin. Duke qenë se jemi dhe afër fundit të vitit. Afër fundit të vitit. Edhe panajri më kujton për shembull sa prej autorëve, sa prej letërsisë shqipe ose letërsisë huaj që ka ardhur në tregun shqiptar. E kam lënë pas dore, nuk kam mundur ta shpletoj etj me radhë. Po mbreslense është edhe për nxënësit patjetër që po. Unë them luma ata fëmijë që i afrohet mundësia që të shkojnë tek një panajër libri, të prekin libër me duar, të shikojnë atmosferën, se libri është magjik, gjithmonë është magjik. Patjetër, pavarësisht gjithçkaje, pavarësisht teknologjisë edhe që flitet kaq shumë që është duke na ndarë sadopak nga libri, ai vazhdon të ketë atë magjinë e vet edhe atë rëndësinë e tij. Si mësuese letërsie, si e ndjeni ju interesin e nxënësve për letërsinë sot, apo e ruan, ju e përmendet shkurtimisht, por dua ta sjell më të shtjelluar opinionin dhe mendimin tuaj, apo e ruan ende fuqinë e saj libri, leximi për të frymëzuar të rinjt, duke qenë se ju jeni në kontakt të vazhdueshëm me brezin e ri momentalisht. Po, më ndodh që edhe mes miq më bëhet shumë shpesh kjo pyetje, mbase edhe me një lloj të themi revolte ose pak kënaqësie që shoqëria krijon. Sepse jemi shumë skeptik me librin, me leximin, sa lexojnë të rinj sot, sa lexojmë edhe nesër, edhe të rinjt, edhe shumë se sa duhet. Prandaj e them që ka një formë edhe, ku diun, si rebelim, si revolt. Megjithatë unë gjithmonë e kam parë kështu në këtë lloj optike, gjithmonë me një këndvështrim pozitiv. Unë them që letërsia, si të gjitha artet e tjera, leximi do të jetë për një masë, domethënë të zgjedhur, do jetë për një grup njerëzish të cilët e duan artin edhe i qasen fjalës e kështu me radhë. Nuk do jem fare nostalgjike për një kohë kur krahasojmë sot me dje. Mund edhe të na dhem, se do isha naive nëse do thosha që nuk e njohim realitetin, për shembull në shkollat shqipe ose pse i riu i është larguar librit e tjera me radhë. Megjithatë dua ta shoh në një optik tjetër, dhe gjithmonë u them edhe njerëzve që më rrethojnë që të jemi shpresplot që ka njerëz që lexojnë.
Madje kur e krahasoj të paktën them edhe nga përvoja 7-8 vjet më përpara, unë them që edhe të rinjt lexojnë, edhe i po afrohen librit më shumë. E shoh si një nevojë për të konkuruar këtë në kohën moderne, që po na mbyt, po na bën edhe të brengosur shpirtërisht, mendoj unë. Edhe kam vënë re, edhe në marrëdhënie me nxënësit, nuk është thjesht që unë jam tek Kolegji Preka, edhe mbase aty kam fatin që të punoj me fëmijë që realisht janë zgjedhur ose kanë qasje ndaj librit, po jo vetëm kaq, unë e shoh edhe në përditshmërinë time kur më kërkojnë këshilla ose flas edhe me tjerët për librin dhe shoh që ka një interesim për librin. Unë e shoh si një nevojë librin. Domethënë njeriu gjithmonë më tepër po lodhet edhe tani kanë kuptuar që qoftë edhe në rrjetet sociale ta kërkojnë librin, të kapin faqet librit. Kjo është shumë e bukur. Domethënë teknologjia mund të na shërbejë që të japim një promovim të librit dhe pastaj të strukemi, të lexojmë, të hapim faqen edhe të kemi këtë familiaritet me librin e shkruar. Kështu që unë e them përgjigjen me bindje, edhe me entuziazëm e them që ka lexues të mirë, ka lexues që gjithmonë më tepër po i afrohen librit. E shoh edhe mbas edhe në kundërshtim me të tjerët, por realisht mua kështu më pëlqen që ta shoh që kemi një vëmendje ndaj librit edhe ndaj një lloj të themi vetmije të bukur që libri na i sjell, ose një kurim shpirtëror që libri na i sjell. Është e vërtet, sepse dhe mua më ka ndodhur të takoj ka shumë të rinj, ndoshta edhe për shkak të punës. Unë përmenda fjalën paragjykim pak më parë sepse jemi të prirur të paragjykojmë. Rinia sot është e fokusuar vetëm tek teknologjia apo tek gjithçka tjetër, por në të vërtetë, sidomos ju që jeni afër tyre, kuptoni që jo gjithçka është kështu. Ka shumë të rinj të cilët e duan librin, kanë atë shijen e hollë të finesës për zgjedhur librin e dur për të lexuar dhe për të marrë më shumë prej tij. Prandaj duke u nisur edhe nga letërsia jonë shqiptare, e cila ka një trashëgimi të pasur, ju si mësuese, cilat vepra apo autor mendoni se patjetër duhet i lexojë çdo nxënës në vendin tonë, por edhe nxënësit që ju keni. Flasim për letërsinë shqiptare apo edhe për letërsinë shqiptare? Patjetër, ndoshta edhe për letërsitë huaj, patjetër. Kila di çfarë më ndodh që në kjo marrëdhënie mësues nxënës, se na duket sikur jemi të vetmit ose kemi këtë armën ose përgjegjësinë që ta çojmë të riun drejt librit. Ndodh një gjë shumë e bukur me leximin. I sugjeron, i tregon pasionin tënd, uroj shumë që të ndikohen, edhe ka adoleshentë apo edhe nxënës të shkollës nëntëvjeçare që ndikohen, edhe pastaj ndodh një marrëdhënie shumë e bukur, kur rriten pak ose e fillojnë këtë përvojën me leximin, të sugjerojnë letërsi, dhe kjo është shumë e bukur. Unë vitet e fundit, nxënësit e mia tani janë relativisht të mëdha në moshë, edhe besoj që kur të ndjekin do ta kuptojnë që mësuesja ka fjalën edhe për ato. Më dërgojnë sugjerime të librave të bukur që mua nuk më kishte shkuar kurrë në mendje. Domethënë, është kjo finesa e të zgjedhurit e tjera me radhë. Më ndodh shumë shpesh që sugjerojnë edhe libra të letërsisë shqipe, dhe mbet zemra mal, patjetër që po. Si duket edhe nga një ndikimi nëntëvjeçare, sa ata kanë një prirje për letërsinë shqipe, mbase më shumë se sa edhe në gjimnaz. Po të sugjeroja, unë them që, domethënë sugjerimi më i mirë që mund të bëja për letërsinë shqipe do ishte pa diskutim Kadareja. Jo për t'i dhënë emër edhe zë, një emër i kaq lekuar, kaq konfirmuar, po kur e kam parë me sytë e mi në adoleshencën time të ershme, i qasesha, aria besoj që dhe kuptoja pak, po gjithmonë e më tepër, vit pas viti më forcohet mendimi, bindja që Kadareja duhet lexohet, duhet njihet, edhe duhet ja u kërkojmë të rinjve që t'i afrohen, dal nga dal të fillojnë dhe ta kuptojnë. E di pse Kadareja, edhe ndjej edhe një entuziazëm edhe krenari kombëtare, sepse ja u them edhe nxënësve të mi. Kemi një tekst detyruar për maturën shtetërore, patjetër libër shumë i bukur, edhe me shumë ide të fuqishme, Pallati i Ëndrave, që të mos i hyjmë asaj çka në brendi, po më shumë se sa kaq, ja u them me entuziazëm këtë. E dini që edhe në Francë studiohet Kadareja. Në gjimnazet e Francës, të liceut e Francës, e kanë të detyruar, siç kemi ne detyruar, ku diun po them, Camus apo Kafkën, është mrekulli, është vërtet mrekulli. Po ta kuptosh Kadarenë, në tërë rafshin e veprave të tij, ai prek një letërsi që është pa diskutim, cilësore, shumë e mirë, por shumë më tepër se sa kaq, ka një mitike, ka një identitet shqiptar aty që shumë e bukur. Është një dritësim vepra e Kadares, edhe unë them që duhet ta njohim, duhet ta konfirmojmë sepse është dhe identitet kombëtar. Ka një gjë të bukur te Kadareja, ta them edhe një gjë të vogël se do doja që ta ndikoja këtë. Po ju dëgjoj me shumë vëmendje. Faleminderit.
tek vepra mëngjeset në kafe Rostand, që është një përpjekje për të kujtuar gjithë përvojën e tij letrare, shë viteve të fundit, 2014 mos gaboj. Ai shkruan për të na kujtuar që kemi një detyrim, patjetër me vetdijen e një njeriu të madh të kohës së tij, e ka konfirmuar bota, jo thjesht ai veten, po na kërkon të kujtojmë këtë që edhe ura e Gjerbelas që ne kemi në kujtesën tonë kolektive, sot duhet këndohet thot në mënyrën e kohëve moderne, domethënë të kohëve moderne shqiptare. Dhe t'japim thot variante të një shoqërie e cila e ndikuar nga kjo trashëgimi që ne kemi marrë mund të ketë serin e vet, edhe thot shumë bukur. Edhe unë mendoj që e kanë kuptuar këta autorët e mirë të letërsisë bashkëkohore sot. Për shembull, unë do veçoja Lea Hypin, dhe do ta rekomandoja në fakt si një autore e re që po bën shumë famë, por lakohet shumë në arenën ndërkombëtare. E lexojnë përgjithsisht shqiptarët që janë në emigracion dhe lexojnë në gjuhë huaj, ose vinë në Shqipëri edhe kur do t'ju bësh një dhuratë të mirë për librin, mund t'japësh librin të lirë. Po. Ja e kam bërë me mikeshat e mia, e lexojnë që në aeroport, që në avion edhe mrekullohen. Në fakt ne pajtohemi lehtësisht me, po them, veprën e Lea Hypit, sepse të paktën brezi im e ka kaq të qartë si situatë, familjet tona tradicionale, kultura jone e qenit bashk, e asaj frymës të bukur që mbase na mungon në kohët e sotme, po për kulturën perëndimore është risi. E vërtet. Është risi. Edhe ata i qasen marrë që ti e lexon dhe thua, "Ok, po unë këtë e di, kjo është letërsia e tjera me radhë." E di, por nuk e din të tjerët. Domethënë është një mendësi, një qasje që duhet t'i afrohen. Se ne i marrim si të mirëqëna ato gjëra që kemi. Që na përkasin, po. Prandaj jam me Kadaren dhe thot, duhet këndojmë këngën e kohës tonë. Ne i kërkon të rinjve, shkrimtarëve të rinj që patjetër një përpjekje për të ndërtuar identitetin mbi atë që kemi, edhe të sillim letërsitë e mira. Më mbeti mendja tek diçka që ju sapo thatë, e kam lexuar Kadaren në gjimnaz apo në vite më parë dhe besoj që e ke rilexuar si libër, jo? E kam Kadaren e rimar gjithmonë. Dhe dua të të pyes për qasjen tuaj kundrejt rileximit të një libri. Çfarë do të thotë kjo? Dhe pse ne duhet ta bëjmë? E them me vetdije këtë, për shembull, edhe e kuptoj kur ndodh për shembull me nxënësit e mi që mund të kenë një lloj vështirësie ose të themi një lloj mos pajtimi. Kur ti u thua me dëshirë dhe me pasion edhe në biseda të sinqerta thonë që mëse po për çfarë do na duhet ose më duket jo fort mirë i kuptuesh, më i vështirë Kadareja etj. Me radhë. Unë e kuptoj këtë. Domethënë një 17, një 18 vjeçar ka një qasje të vetën, një 30 vjeçar një qasje ndryshe. Unë e rilexoj sepse mendoj që në faza të ndryshme të jetës njeriu ka aftësi të ndryshme. Edhe e them me shumë sinqeritet këtë. Kadareja gjithmonë më mrekullon për këtë, njëherë jo thjesht për tematikat, jo thjesht për këtë që e lakuam që e tham, po më shumë më duket një mrekulli gjuhësore, një pasuri, një kulturë gjuhësore që ne kemi nevojë si shqiptarë ta zotrojmë. Prandaj them lexoni Kadaren. Jo thjesht për një vepër, thash që e konfirmojnë të gjithë të tjerët, po për një kulturë që shqiptarëve ju duhet domosdoshmërisht. Kulturë gjuhësore. Me thënë të rish me Kadaren sot edhe ta rikthesh veprën e tij, mund të gjesh fjalë dhe thua sa bukur të jetë në leksikun ton kjo, të jetë pjesë e leksikut ton, e mendësisë. Një mitologji që e ka në gishtat e dorës dhe e përdor në një realitet shqiptar shumë të bukur, me dije shumë e bukur është. Po për autorët e huaj, veprat e huaja, çfarë do të sugjeronit për ata që janë duke na ndjekur dhe sidomos për gjithë të rinjt? Unë kam disa vepra, se disa mund të jenë edhe më shumë se sa disa. Patjetër, e di që lista mund të jetë shumë e gjatë. Jo, unë do të zgjedh, nuk e di, nëse do ishte një preferencë imja që më ka qëndruar me kohën, edhe nuk e kam zhbër asnjëherë. Dashuria mbase fillimit e imja ka qenë Martin Eden i Jack Londonit. Si duket ishte fati që në adoleshencën time të eshme, unë e mora librin dhe e bëra pjesë të një koleti që do ndërtoheshe në mënyrë të tillë. Fakt është një përpjekje një idealisti që kërkon të rritë veten dhe është e bukur si rrugtim. Kur e mendon që njeriu ka një përpjekje, madje edhe përtej asaj të imagjinueshmes, po është një idealist që dështon. Një idealist që dështon. Edhe gjithmonë i afrohem prapë me atë kureshtjen, them, pse vazhdoj ta dua Martin Edenin? Sepse në këtë përpjekjen tonë për ekzistencë mund të jesh një idealist, shoqëria ka shumë të tillë. Ka shumë të tillë që qëndron me idealizëm ose për shkak të një dashurie të madhe në rastin e personazhit, kërkon dhe rrit përvojën e tij.
Pastaj bie në këtetrat e asaj që nuk miratohet, që nuk është patjetër idealizëm, nuk po them, ose është një letërsi që është shumë tradicionale, klasike, po më pëlqen, domethënë qasja që ka Jack London tek Martiniden. Kurse në kohët moderne mund të veçoja edhe shumë të tjerë, po unë them është domosdoshmëri ose është mrekulli, nëse e lexojmë Verbëria e Saramangos. Më ka lënë pa mend edhe në këtë kohë që mund të perceptohet si një metaforë e fuqishme epidemie, se ne në fakt jemi në një kohë epidemie të madhe shpirtërore, edhe mendore, në kuptimin e plot të fjalës. Vërtet. Verbëria të jep një mundësi për të kuptuar që shpeshherë ne jemi, por shumë herë, mbase edhe me qasjen tonë personale jemi të verbër, zgjedhim të jemi të verbër. Të verbër ndaj shumë gjërave. Edhe pastaj kjo verbëri na kushtëson, na bën qenie shumë të vogla. Na kthej në kafshëror, shumë individual. Shumë. Nuk shohim për te vetes. Nuk shohim për te vetes. Ai ka një parabolë kuptimore shumë të bukur, domethënë i heq shikimin gjithë këtyre njerëzve, pacientëve, dëshguar. Edhe i shek si kështu, çfarë do të bëjmë në situata të tillë kur nuk e kemi të qartë, domethënë çfarë shohim, çfarë zgjedhim të shohim e kështu me radhë. Është një mrekulli. Unë nuk e di, më ka dhënë një ndikim aq të fuqishëm, edhe më jep edhe sens kësaj çmendurisë kolektive në cilën vendosemi. U mbasim totalisht ajo që është njerëzore, që është e bukur, për cilën kemi nevojë. Kemi shumë nevojë për është e vërtet. Është e vërtet. Të lexoj diçka se më pëlqen që ta them te verbëria. Shiko sa bukur thot tek faqet e fundit të romanit, ai sheh këtë, domethënë sfidën e të qenit i pamundur, domethënë fizikisht me shisa, po shiko çfarë reflektimi bën. Njerëzit mirëbesues dhe çfarëdo që të thuhet të tillë ka gjithmonë, ka. Ngritën zërin tër zemërim se nuk duhet vepruar ashtu. Ku do të shkojmë, po nuk patëm besim tek njëri tjetri. Ku do të shkojmë, po nuk patëm njëri tjetri, po nuk patëm njeriu në krah. E mendoj është reflektim shumë i nevojshëm. Çdo qenie njerëzore duhet ta bëjë tek vetja. Edhe vërtet falenderoj që solle këtë këndvështrim shumë të rëndësishëm që shkon për te letërsisë, për te asaj që ajo na përcjell duke prekur më shumë realitetin, marrëdhëniet ndërnjerëzore që ne ndërtojmë në ditët e sotme, të cilat për fat të keq duke u nisur dhe nga vetja jon personale, stepemi, largohemi, përpiqemi të gjejmë arsye nga më të ndryshmet për të mos komunikuar me tjetrin, për të mos qenë pranë tjetrit, për të mos e mbështetur dhe më pas patjetër për të mos e ndihmuar sidomos në momente më të vështira. Letërsia ka kaq shumë për të përcjellë, edhe është vërtet një pasuri e madhe të cilën ne duhet ta shfrytëzojmë në maksimum për gjitha mesazhet që ajo na përcjell. Do të kemi një shkëputje shumë të shkurtër muzikore për të rikthyer vetëm pas pak në studio dhe për të vazhduar bisedën tonë në ditën e sotme.
është malëzi e di. Kur bota tritën të ketë par, do të kërcej me gzim, si të shkërcejmë tani. I këndoj dashuri së tënde, 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 I këndoj dashuri së tënde. I këndoj dashurisë tënde është kënga që na rikthen në studio në programit Muzik Plus për të vazhduar bisedën në ditën e sotme me Nikoleta Kallço, mësuese pranë Kolegjit Preka. Ne jemi duke u ndalur tek libri, letërsia, gjithçka që ajo na afron edhe mbi të gjitha, se si të afrojmë më tepër të rinjt, fëmijët, edhe qasin që ata duhet kenë kundrejt librit. Prandaj dua të ndalem tek kjo pikë në këto momente, duke u referuar dhe realitetit. Tashmë ne e dim që jetojmë në një epokë teknologjike, digjitale, ku librat shpeshherë, ndoshta kështu mendohet ose nuk dua të përgjithsoj, por her pas here zvendçohen me përmbajtje të shpejtë që e gjejmë në rrjetet sociale përmes teknologjisë. Prandaj dua t'ju pyes se si mund ta rikthejmë dashurinë që duhet të kemi për leximin dhe librin. Ndoshta tek brezi, duke u referuar brezit më të ri në ditët e sotme. Po, patjetër që edhe fëmijët në fakt duhet rriten me dashurinë për librin. Dhe unë mendoj që ka një fazë fëmijërisë së hershme ku prindrit kanë një lloj të themi dëshire ose shqetësimi që ta afrojnë me librin për të kaluar një kohë të mirë. Flas gjithmonë për grup moshat e vogla kur jemi në shkollën para 9 vjeçare. Pastaj është gjithmonë më tepër një zgjedhje individuale edhe e individit edhe e nxënësit. Por patjetër edhe një përgjegjësi shumë e madhe edhe e mësuesit të gjuhës dhe të letërsisë, mendoj unë. Ose shumë më gjerë se sa kaq, se edhe një mësues i lëndë të tjera mund ta ofrojë bukur të libri. Megjithatë, unë e theksoj edhe një herë këtë që nuk dua ta shoh me atë syrin që çfarë po bëjmë, se kemi këtë lloj krize, nuk po jemi dorëzuar etj. Mua nuk më pëlqen ta shoh kështu. Unë mendoj që në komunitetet si klasa duhet na ngros zemrën një lexues i ri. Për shembull, i ke dhënë ndikimin, i ke dhënë frymëzimin për të lexuar, dhe unë gëzojmë gjithmonë kur ata lexojnë libra të rinj. Qoftë edhe tregime të shkurtra, qoftë edhe një pjesë, domethënë, që për herë të parë po i afrohen, ose kënaqem shumë që përtej një detyrimi shkollor, dhe në përgjithësi kemi një listë që miratohet për programin shkollor, përtej asaj ata të ofrojnë që mëse unë nuk e kam lexuar këtë, po unë po lexoj diçka tjetër. Mua edhe kjo ma ngro shpirtin, se në fundit letërsia është një çështje shumë subjektive. Duhet ta pranojmë edhe këtë, nuk duhet jemi të ngurë, domethënë. Prandaj them që shumë shpesh përpiqem ose kuptoj që lexues të rinj ka. Puna është e një lloj dëshire ose një optike tonë të parit që apo inkurajojmë mjaftueshëm. Apo ju tregojmë që edhe brenda këtyre mjeteve digjitale, të cilat ata mund të shfletojnë, t'i afrojmë më shumë faqeve që sugjerojnë libra, podcasteve që flasin për librin. Ka shumë të tillë. Ka shumë të tillë. Mundet të mos jemi dakord. Umberto Eco thotë shfletoni librin, bjeri një herë, tjera me radh faqes, se kështu me radh, po. Nuk është vetëm kjo. Unë mendoj që çdo mjet që mund të afrojë një kohë moderne si e jona, mund t'i vijë në ndihmë librit. Edhe pastaj një libër që është me faqosje, një libër që më jep këtë shumë privatësi me atë aromën e letrit. Aromën e librit e kështu me radhë, patjetër që po. Po kudo mund të lexojmë, mund ta marrim një libër me vete. Unë kënaqem për shembull sa herë që më ndodh të udhtoj jashtë, më jep një kënaqësi aq të pamat fakti që njerëzit nuk harxojnë kohën kot. Njerëzit lexojnë. Nuk e di, dhe pak faqe po është mrekulli të kesh kontakt me librin çdo ditë. Ne këtë duhet ta bëjmë. Ne këtë duhet ta bëjmë me fëmijët. Ju themi që pak minuta po duhet lexuar. Lexo për të ndërtuar këtë kulturën që do duhet vite me radhë për të ndërtuar, po pastaj do ta shijosh sepse është
Është një pasuri e jashtëzakonshme. Që nëse e fiton, lexuesit e fitojnë. gjithmonë. Lexuesit e fitojnë. Unë jam e bindur që në kontakt me njerëz që lexojnë, me të rinj, me vajza apo djem të cilët lexojnë, ti e kupton që kanë filluar të ndërtojnë themelet shëndosha të një kulture të mirë që do vazhdoj, do shtohet gjithmonë. Edhe jam e sigurt që do ta përcjellin më pas këtë pasion, këtë dashuri edhe tek është e mrekullueshme kjo, po. Dua t'ju pyes në lidhje me aktivitetet që ju si shkollë organizoni në kuadër të këtyre muajve apo ditëve të veçanta, pse jo për të promovuar leximin dhe letërsinë. Unë thash edhe më lart që unë kam fatin që të jem në një ambient me nxënës të cilët e duan leximin. Megjithatë, për shkak të profilit që ka shkolla, që jep shumë më tepër vëmendje lëndëve shkencore, ne kemi pak mundësi në kuptimin kohor të bëjmë aktivitete të cilat lidhen drejt për së drejti me librin. Megjithatë, kemi gjetur hapësira edhe kontakte mes mësuesit dhe nxënësit që të ketë edhe mbasdite të cilat janë frymëzuese për librin. Gjatë tetorit në fakt inkurajova fëmijët që të lexojnë një libër i cili fatmirësisht po vjen tek Panajiri i Librit në Tiranë. Është një përkthim i Fabiola Cadi, Boulevard, është një autor kanadez. Është përkthyer në shqip nga frëngjishtja. Fati e doj që ai të jetë në Korçë në datën 10 të hënën, edhe mbase për ata që na dëgjojnë. Unë e kam lexuar librin edhe më ka dhënë aq kënaqësi sa nuk di ta tregoj. Domethënë një 18 vjeçar i cili ka një aftësi ndryshe që kërkon pa praninë e prindit të tij, e ka braktisur nëna, kërkon ta gjej veten në shoqëri. Dhe kur e kam lexuar jam prekur shumë. Ja u kërkova nxënësit që ta lexojmë edhe ta kemi mundësinë që të kontaktojmë direkt me autorin. Të hënën ai do të jetë në Korçë dhe unë mezi pres që me grupin e nxënësve të Prekës të shkojmë dhe t'i bëjmë pyetje direkt autorit. Jam për këtë që gjithmonë mund të gjesh hapësira edhe për të pamundurs, edhe në kohë, që ti inkurajosh të lexojmë së bashku, ta shtyjmë drejt librit dhe të bëjmë aktivitete të bukura të cilëve nxënësit ju shërben shumë. Ju mbetet në kujtesë. Besoj që vijnë dhe ide nga vetë. Vijnë, ata janë entuziastë, ata kërkojnë, ata thonë se kur çfarë do bëjmë, çfarë do lexojmë herën tjetër e kështu me radhë. Kanë shumë qejf këtë pjesën dhe mua më pëlqen shumë. Më vjen mirë. Dua të ndalem në këto momente tek një tjetër pjesë që besoj është shumë e rëndësishme për të sjellë tek të gjithë ata që janë duke na ndjekur. Sipas jush, cili është roli i letërsisë në formimin e karakterit të mendimit kritik të një individi, më konkretisht edhe duke u bazuar tek të rinjt? Pa leximin, pa letërsinë, nuk mendoj që është një mendje shëndosh që ka aftësinë ose prekësinë e duhur për të ndërtuar mendim kritik. Prandaj ndonjëherë shohim me dhimbje që themi sa pak mundësi kemi që këta fëmijët të thellohen ose sepse ne mjetin e vetëm për shkak kur e krahasojmë me brezin më parë, me brezin ton, ku të vetmin mundësi kishim, armën tonë të fortë kishim librin. Nuk mendoj që është i vetmi, por mendoj që është i rëndësishmi, i duhuri, mjeti më domethënës në mënyrën se si e ndërton identitetin tënd kulturor edhe pastaj si i qasesh botës. Unë ja u them nxënësve gjithmonë dhe e kam bindjen time që ata që lexojnë letërsi e kanë shumë të bukur inteligjencë emocionale. Ata që lexojnë letërsi bëjnë ato që nuk e bëjnë mendjet e tjera njerëzore, nuk gjykojnë të tjerët. Edhe në një shoqëri ka gjykuese sa që shoqëria shqiptare, këtë duhet ja u themi me zë të lartë. Lexoni sepse kështu kuptoni që tjetri duhet njohur, tjetri duhet aprovuar, duhet miratuar, edhe asnjëherë të gjykojmë. Letërsia është shiftesa e hapur për të gjykuar gjithmonë më pak. Ai që lexon letërsi gjykon pak. Mbasi do të shmohet fare. Ja vërtet, edhe unë kam njohur njerëz që e duan shumë letërsinë, librin dhe tani që ju po e shprehni këtë opinion dhe këtë mendim, jam shumë dakord. E miratojmë njeriu më lehtë. Është e vërtet. E miratojmë njeriu me gjithë këto, siç është njeriu, që janë komplekse. Edhe sidomos në kohën në cilën e jetojmë ku gjykimi vjen jo vetëm nga të rriturit, por për fat të keq duke nisur nga moshat e vogla, sepse këtë lloj fryme kanë marrë që në familje, në shoqëri apo në rrethin e tyre më të ngushtë familjar, prandaj është shumë e rëndësishme. Lexoni që të kuptoni njeriu. Lexoni që të kuptoni njeriu. Është nuk e di. Unë them tek letërsia është një ftesë kështu trokit edhe zgjå.
Sa herë drejtojmë ftesa për të lexuar, është si të trokasim në një derë dhe të zgjojmë ndërgjegje njerëzore, është e bukur. Dhe ta pranojmë tjetrin, ashtu siç është tjetri. Duke qenë se pak nga pak po mbrim në fund të bisedës sonë në studio për ta mbyllur, çfarë do të dëshironi t'ju thoshit nxënësve, çfarë mesazhi do t'ju jepni atyre për të mbajtur gjallë, pse jo, dashurinë për librin, por edhe për atë fjalën e bukur që ai përcjell. Por ndoshta në këtë momente dua t'ju kërkoj një mesazh jo vetëm për nxënësit, por edhe për prindrit e tyre. Unë mendoj që ne jemi nëna, ne jemi brenda një familje ku modeli jonë është patjetër i pa diskutueshëm, kemi një ndikim te fëmijët. Unë them që tek fëmijët që shohin në shtëpi që qoftë edhe nga redimi, se janë këto teoritë e psikologjisë pozitive që edhe mund ta kundërshtoj, po të paktën efektin pozitiv që sjellin to, të paktën dekoroje me libra ose ndërtoj një raft të vogël ku ka libra në shtëpi. Mund ta ndikojmë fëmijën dhe të themi që ai kur e shikon do të thotë që pas ka një realitet në cilin unë mund të afrohem, mund t'i qasem një faqe e libri ose një libri, edhe të më ndryshoj. Pastaj më tutje në një ambient si shkolla. Shkolla e ka përgjegjësinë maksimale, domethënë që ta afroj të riun ose nxënësin me leximin. Edhe mendoj që janë në radh par modelet, duhet jetë patjetër një rritur që beson që këta do të ecin në këtë rrugë. Prandaj nuk jam për këtë që dorëzohemi, domethënë që të themi që ka mbaruar koha e librit, lexojmë gjithmonë më pak. Po mirë, çfarë po bëjmë ne që të lexojmë më shumë? A kemi qasjen, a kemi vullnetin për t'i inkurajuar që po ta afro. Unë mendoj kështu që libri është magjik, libri është ngjitës. Ata që fillojnë lexojnë gjithmonë më tepër lexojnë dhe pastaj ai nuk bën dot më pa librin. Nuk ka rëndësi çfarë libra sugjerojmë, secili ka shijen e vet, po duhet t'ju tregojmë edhe modele, edhe i rrituri duhet ta inkurajojë për këtë. Unë them që shumë shpesh më ndodh edhe nga mosha e re, që më inkurajojnë mua të lexoj, se njeriu ka dhe momentet e veta, për shembull, edhe mua më ndodh që mund të ri edhe ditë tëra para lexuar diçka. Mund të më dhemb, po për shkak të angazhimeve nuk e bëj. E pastaj kujtohem që është një realitet tjetër që më duhet, që më ndihmon. E bën të ndin. Po, që më ndihmon domethënë që ta shoh botën ndryshe dhe të qetësohem. Të kem ndjesitë e mia, të kem heronj që modelohem e kështu me radhë. Prandaj flas për modele. Një shoqëri që ti e sheh që po lexon në tren, që po lexon në një kafe, ai ulet vetë dhe ai lexon 5-6 faqe nga një libër. Kjo është mrekulli. Unë them që ne jemi përgjegjës për një situatë në cilën mbase shoqëria jonë po vendoset, po nuk duhet instalohet. Unë jam me shumë shpresë që treguesit gjithmonë më tepër po flasin për një numër lexuesish, ja për shembull Panairi është një matje shumë e mirë. Ti kuptoj që po lëviz diçka, mbase po kuptojmë ose po qëndrojnë këta individët, këta njerëzit të cilët duhet të qëndrojnë për na treguar modelet e. Dhe unë mendoj që ka shumë nga ajo që vetë Panairi për shembull mund të mas në lidhje me leximin. Duke ju referuar edhe ndoshta disa zonave që njerëzit nuk e kanë mundësi për ta vizituar ose për ta blerë edhe një libër, le ta themi. Po të paktën për ta vizituar. Unë duhet të thoya diçka edhe këtu se ne përgjithsisht e lidhim domosdoshmërisht lexon, ble libra, nuk do të thotë domosdoshmërisht ta blejmë një libër. Unë ndjej aq shumë kënaqësi kur shkoj edhe marr libër te biblioteka e qytetit. Atje janë disa zona shumë të mira që mund të sugjerojnë, lexojnë shumë edhe mund të sugjerojnë libra shumë të bukur. Atë që mbase nuk e bën dot një mësuese letërsie, sepse nuk e ka lexuar librin e fundit, e bëjnë mrekullisht shumë mirë edhe është një mjedis aq i bukur, aq i këndshëm, të jep një adrenalinë të bukur. Prandaj them që është e tëra çështje modeli. Duhet t'ju tregojmë që këto mjedise janë, duhet t'ju tregojmë që libri është këtu, është mes nesh. Ne na takon që ta zgjedhim, ne takon që t'i afrojmë. Apo dhe ajo ideja të shkëmbyerit të librave me njëri tjetrin, mendoj që është fantastike. Shumë e bukur është. Edhe mendoj që duhet jetë një lloj tradite që duhet vazhdoj. Po, ne vazhdojmë midis shoqësh, vazhdojmë që nuk e blejmë dot librin çdo muaj, por ama me njëra tjetrën e këmbejmë lehtësisht. Mund ja kërkosh dikujt një libër edhe ai që ka librin unë them ta sjell me shumë gëzim. Jam me sigurt për këtë. Unë të falenderoj vërtet shumë për gjithçka që ndat në ditën e sotme, ishte kënaqësi të zhvillonim këtë bisedë. Kaq frymëzuese, por edhe njëkohësisht shumë aktuale në lidhje me ato shqetësimet, problemet që ne i prekim në përditshmëri, sidomos në ndërtimin e marrëdhënieve me njëri tjetrin. Ishte shumë kënaqësi. Faleminderit shumë ju. Edhe uroj që të kem shërbyer mbase për një ndikim fare të vogël tek ata që na kanë dëgjuar edhe
frymëzojnë që të lexojnë, të kuptojnë që duhet lexuar gjithmonë. Lexo, asnjëherë mos rresht. Leximi është mrekulli. Unë të falenderoj dhe të uroj një ditë mbar në vazhdim. Ne përfundojmë bisedën së bashku në këto momente. Miq, vazhdoni që ndroni në valët e Radio Emanuel në programin Muzik Plus, sepse do të vazhdojmë të jemi së bashku edhe në minutazhin e mbetur të ditës së sotme, por në këto momente ju ftoj të ndiqni një tjetër hapësirë muzikore.